Presin gjatë për të dhënë para, madje për një rrugë me gropa, sirena dhe shtyrje se kush të kapin radhën, madje edhe autoambulanca me rastin emergjent ngeci në mes të autostradës së mbushur me makina. Më shumë se 1 kilometër të mbushura 3 korsi presin në pikun e trafikut në autostradën nga Shkupi që të Shpije për Kumanov. Kjo sepse në pikë pagesën e Miladinovcës po punohet. Punimet në pikën pagesore të Miladinovcit kanë shkaktuar revoltë të qytetarët të cilët presin radhë të gjata për të paguar autostradën, duke qenë se nuk punojnë 5 korsi por vetëm 3 prej tyre. Dhe nga autoritetet nuk ka asnjë informacion të devijimit të rrugës, sidomos në ngarkesën e mëngjesit dhe të pasdites kur të gjithë lëshohen nga puna. Nga ndërmarrja publike, rrugët shtetërore thanë se filluan me realizimin e projektit për ndërtimin shtesë dhe zgjerimin e pikë pagesës së Miladinovcit, i cili sipas tyre do të modernizohet me sistem të pagesës së taksave rrugore në nyjen e 2 autostradave që ndërlidhet korridori 10 dhe korridori 8. Me këtë projekt do të vihet në funksion pagesa elektronike e taksës rrugore në pikë pagesën e Miladinovcit përmes përdorimit kartelave smart dhe pajisjes për pagesë elektronike mTak, çka do të mundsojë qarkullim më të shpejtë të automjeteve, efikasitet më të lartë dhe komoditet të shtuar për përdoruesit e autostradës, me qëllim të zvogëlimit të kohës së pritjes dhe mundësimit të një qarkullimi më të shpejtë të trafikut. U bëjmë thirrje pjesëmarrësve në komunikacion që të ridrejtojnë lëvizjen e tyre drejt pikë pagesës në Petrovec, ku është vendosur pikë pagesa elektronike funksionale e taksës rrugore dhe mundsohet kalimi më i shpejtë dhe më efikas. Projekti është pjesë e marrëveshjes për ndërtimin dhe instalimin e pikave pagesore të korridorit 8 dhe të autostradës Miladinovci-Shtip, e lidhur me konzorciumin Aselsan Zhikol. Deri më tani në përputhje me marrëveshjen dhe sipas parimit qelsat në dorë, janë projektuar dhe realizuar plotësisht pikat e pagesave në Preod, Kadrifakov, Glumov dhe Zhelin, të financuara përmes huamarrjes nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thonë nga ndërmarrja e publike për rrugë shtetërore.